Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të cjellur lajmin e radhës dhe ngjarje që po ndodhin edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit me ish banorët. I ftuar në Pardon My Friend, që ishte Viser Lokërath, i njohur për qëndrimet e tij, i njohur për mënyrën se si ai shprehet, ai akuzoi Eglin se Egli ka nevojë për kontroll psikologjike sepse nuk është mirë nga mendja e saj. I ftuar në emisionin Pardon My Friend, ish banori Big Brother VIP, Viserlo ka ndarë më shumë detaje nga përvojat e tij brenda shtëpisë dhe ka shpjeguar gjithçka që ka ndodhur pas publikimit të videos që ka shkaktuar polemika gjatë kohës që ai ishte në Big Brother VIP Albania. Ndërkohë që po diskutonin për ngjarjet e fundit nga Prajmi së Martës dhe debatin mes Danjës edhe Eglit, Viserlo shprehu mendimin e tij. Edhe pse tha që nuk kishte pasur mundësi ta ndiqte debatin në detaje, sidoqoftë ai theksoi se siç ka thënë edhe më parë brenda shtëpisë, ai është i mendimit se Egli ka nevojë për terapi psikologjike. Viserlo e komentoi këtë duke shtuar: "Unë kam thënë edhe brenda shtëpisë që Egli ka nevojë për terapi dhe i qëndroi kësaj. Është shumë reale sepse ka realisht shumë nevojë për të punuar me psikologjinë e saj. Ajo është shumë e rënduar, mendoj unë. Ajo thot që jo dhe nuk e pranon, thot Viserlo, që askush t'i qaset. Ne si banor jemi qasur të gjithë në një moment apo në një tjetër për t'i qëndruar afër dhe për t'i dhënë ndihmën tonë, por na ka prerë me thik, zgjedhja e saj është gjithsesi." Në një moment të veçantë, Viserlo theksoi rëndësinë e mbështetjes emocionale brenda një ambienti siç është Big Brother, ku tensionet shpesh tërhiqen të gjithë pjesëmarrësit në një shtrirje emocionale. Ai përmendi se ndihma psikologjike për individët e tillë është thelbësore për t'u rikthyer në një gjendje të shëndetshme të mentalitetit të tyre. Gjithashtu, ai theksoi se Eglit i mungon vetëdia për nevojat e saj emocionale, duke e bërë këtë edhe më të vështirë. Nuk është e lehtë të pranosh se ke nevojë për ndihmë, potencoi ai, por kjo është hapi i parë drejt shërimit. Të gjithë kalojmë nëpër momente të vështira dhe është normale të kërkojmë mbështetje. Viserlo theksoi se kur debati shpërtheu mes Danjës edhe Eglit, ai vetë përjetoi si një moment të tensionuar, ku ndihma dhe mbështetje nga të tjerët mund të ishin të domosdoshme. Ai shprehu shqetësimin e tij për mënyrën se si konflikti kishte ndikim në dinamikat e grupit brenda shtëpisë. Me kalimin e kohës, Viserlo u shpreh se ndihma psikologjike duhet të jetë një prioritet edhe për organizatorët e këtyre formateve, duke ofruar mundësinë për të rinj që përballen me sfidat e tyre. Ne jemi një moshë kritike edhe është e rëndësishme që shoqëria të bëjë përpjekje për të ndihmuar ata që kanë nevojë, tha ai. Diskutimi për terapi dhe shëndetin mendor është bërë një temë gjithnjë më e rëndësishme në shoqërinë tonë. Veçanërisht pas pandemisë, shumë individ po përballen me ankth edhe me depresion, dhe Viserlo e sheh nevojën për të ndihmuar të tjerët si një mision, se Egli do të marrë profesionistët e dur që ta mbështesin në rrugën e saj për shërim. Do me thënë, nga kjo që po flet Viserlo dhe nga kjo që po komenton Viserlo në emisionet të ndryshme, ai në fakt u dhën thumba edhe drejt produksionit të Big Brother, të cilët duhet të jenë pak më të ndërgjegjshëm në ndërtimin e këtyre reality show-ve që të marrin më shumë të marrin më shumë veprime brenda kësaj shtëpie, duke marrë psikolog, edhe duke sjell psikolog më të detajuar në këto ngjarje dhe duke u kërkuar banorëve që të kërkojnë ndihmë. Ai vazhdon të dyshon se Egli nuk është mirë me gjendjen e saj mentale, nuk është mirë me gjendjen e saj shpirtërore dhe ka nevojë të vazhdohet të ndjekën kurat e saj. Sipas Viserlos, Egli nuk është e shëruar detajisht dhe kjo vajzë ka nevojë të shërohet. Dua të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju këtë gjendje dhe si e shikoni ju këtë moment të qëndrimit të Viserlos edhe jashtë shtëpisë së Big Brother në raport me situatën të Eglit dhe qëndrimet e saj brenda në lojë, diskutimet me Danjën, diskutimet me Gjestin dhe gjithçka tjetër që Egli po bën.